pjesën e fundit të programit, ku do të ndalemi në politik, pasi opozita duket se ka vendosur të mos e lejoj paqen në parlament, duke protestuar, le të themi, në sallën e kuvendit ditën e djeshme. Kjo u pa e reflektuar qartë në fakt në zhvillimet e orëve të fundit, dhe duket se pavarësisht se janë duke u shqyrtuar dhe janë procese sipër dy reformat mëdha, siç është ajo zgjedhore apo territoriale, të cilat tashmë kanë mbetur në udhkryq, opozita nuk tërhiqet nga vendimi i saj për të protestuar jo vetëm në territorin e Shqipërisë, por edhe brenda atij që është tempulli ligjvënës. Ditën e sotme këto zhvillime të politikës ne do t'i diskutojmë me Dashamir Shehun, kryetarin e LZHK-s. Mirëmëngjes, faleminderit shumë që jeni këtu. Mirëmëngjes, zoti Shehi, faleminderit që jeni me ne. I kishim harruar në fakt këto skena në parlament, besoj keni qenë dëshmitar ditën e djeshme, keni parë edhe ju. Çfarë çoi opozitën në një sjellje të tillë? Që ka gjithë punë. Kjo është një skenë që është përsërit shumë herë, unë do të thoja që nuk është një ata e madhe që po bëhet ajo, se këtu po ndodhin gjëra shumë më të mëdha në këtë vend. Me thënë drejtë, po së duket sikur është kjo rruga për t'i dalë kësaj situate që ka Shqipëria. Se them këtë, se për mua do kishte qenë më e mirë që të diskutoheshin këto dy, për çfarë po bëhet sherrri, jo zgjodh ai avukati. Avukati ngreu, fol, dil kundër avokatit, kundër këtij mekanizmi që qenë edhe vetë brenda, pas është kjo punë. E dyta, a do votohet sot në komision të mandateve? Ja ku ke atë mundësi dhe kishe edhe djetë bërshë një, si me thënë, një overtur të kësaj që do ndodhi sot. Do me thënë të afroje prap ti fakte tjera, mënyrë, arsyetim logjik, që ky shtet nuk mund të rrimë në këmbë kjo qeverisje. Sepse u bën, ju bën 12 vjetë me gjithë zullumet e veta, por këto 4-5 muajt e fundit, 6 muajt e fundit, ka ndodhur ka gjithë shumë ngjarje me ministra, me zëvendës kryeministra, me kryetar bashkie, sa që nuk e justifikojnë më këtë lloj qeverisje. Këtë duhet bëjë opozita. Kjo është thjesht funksion të si thush të opozitarizmit të një, dhe mos e kesh funksion të një grupi, të një individin, funksion të asaj që të bësh ti me datë 22 që ta ngrejmë pak entuziazmin, ta ngrejmë tensionin, që përplasim me datë 22 të shtohen njerëzit në shesh. Se mundet që s'ndodh kjo. Edhe shkojnë kot të dyja këto lloj historirash. Unë do thoja dje ishe një ditë, një mundësi, sidomos për këtë që do ndodhi sot. Se të shikë kjo paragjykon edhe këtë që do bëhet sot, do bëhet debat normal sot. A do jenë ato deputet e opozitës, se disa edhe i kanë përjashtu. Edhe palës tjetër i kanë dhënë mundësin që të higjet, si me thënë, viktime kësaj punë, shiq po na bëjnë, ne ju përjashtojmë. Mi po këtu parlamenti ka sa detyra shumë urgjente për para. To që thatë ju, po ka dhe këtë punë e diskutimit sot. Qofë sa tje nuk shkojnë deputetët, se disa me sebepin që janë përjashtu, disa me drejt që janë përjashtu, nuk ndodhë kjo punë. E që ndodhë nga gjithë kjo histori? Dhe me thëmë, para vitit 3 krijohet një situatë që nuk i jep opozitës asë një perspektivë reale për ndryshu ca gjëra. Dërsa unë gjykoj për te i protestës, luftës kundër korrupsionit, zhurmës, bëhe si dush, ndaq bëhe edhe me flakadan. Opozita në qoftë se duhet bëjë një projekt politik për para. Kush në qonë drejt një fitarje? Në qojnë këto, si me thëmë, populizmi, rrugës e protesta, i natin, ndaj vjedhjes, e gjitha këto që i kanë vlerë. Ishin një të pavlera protestat, sepse nuk është hera e parë që bëhen protestat. Po, unë them ka ca gjëra dhe më të rëndësishme se kaq. Do me thënë, da ndryshojmë ligjin për zgjedhjet lokale, se po vinë masi viti. Ligjin për administrimin e territorit, sepse në qoftë se zgjedhjet bëhen me i ligj të vjetër, dhe jo me ligj njëri, sigurisht i ligj i vjetër ishte vizatuar në funksion të Partisë Socialiste, funksion elektorale. Të këto janë temat që kemi më imediate. Pastaj, a do shkojmë në zgjedhjet politike? Me çfarë ligji të shkojmë? Me këtë ligj barbar që ishte sot. Që mirë keqë hoqë opozitës gati 10-15 deputet. Nuk ja hoqë PD-s, ja hoqë hargut opozitar. Sepse i 160.000 vota që u morën atje janë jashtë parlamentit.
janë jashtë parlamentit. Ja, i mori për shembull Llapa, i mori gati 70.000 vota, një deputet ka. Ai Sheja ka marrë gati 50.000 vota, 40.000 vota. 2 deputet ka. Ne tjerët jashtë kemi mbledh një 40.000 vota, s'kemi asnjë. Janë gjithë votat të opozitës to. Atje, do në ndryshojmë këtë ligjë, se me këtë ligjë ndryshojmë jo thjesht shanset e opozitës për të ardhur në pushtet. Po ndryshojmë, japim shansë shqiptarëve për të pas më shumë demokraci, për të pas më shumë garanci ligjore. Këto janë temat, si thush, mëdhaja. Po në qoftë se ti da këtë lloj debati, da mbytësh ditë për ditë me këtë përditshmërinë, se sot ka dalë ky, se nesër kemi protest atje, duhet ta ngrojmë pak ambientin. Po, dhe mendoni se ka ngrohur mjaftueshëm të paktën për të mobilizuar qytetarët? Do shikojmë. Por edhe partitë e tjera opozitare, siç mund të jeni dhe ju. Do të shikojmë ditën e hënë, këtu jemi. Do t'i bashkojnë protestës? Ore, ne në protest kemi qenë për herë. Po ne në protest nuk shkojmë për Berish, as për Ilir Met. Ne shkojmë që paret publike mos i vjedhen më shqiptarëve. Kjo është e gjitha, që Shqipëria ka drejt, shqiptarët kanë drejt, keni qeveri më të neshme. Që Shqipëria ka drejt, jo më rrit me 3%, po me 7% me resurset që ka. A ishe këtë qoni këtu se po e dëgjoja ati ke kafje? Që Shqipëris të rrinë fmit, më shpimër. A dëgjot ju besoj qërtha. Edhe kjo është dramë edhe është përgjësi në rrëth pare kësaj qeverie. Jo vetëm e kësaj, dhe atyre tjere, po gjithsesi këto kanë 13 vjetë. Nuk mund të qivet më mazgishtit. Në 13 vjetë kanë hik nga 600.000 shqiptarë tjerë. Ndjeni haldone i përgjësi për këtë punë që ky vënd që ngrem palate, kuptoti ajo që duket luksi ma të ashove dhe Iranë, kuptoti duket si Gjenevë. Po si e shpjegoni, zoti Sheu? Ja, si e shpjegoj. Ska dhe një shpjegim madhë kjo punë, se ka të din gjithëre. Ka 3 mandate reshtë? Po, ore, në vero Gjaneti 7 mandate. 17, sa i bi. Kare plot që Putini rri ka 20 sa mandate. A i në Turqi rrin ka 20 sa vjetë. Kara se sa dushtu, a i në Gjorgji, Gjon Gjorgji për këtu në Bielorusi, ke pati ka 30 vjetaj, edhe i në Azerbajxhan ka i ati i biri 35 vjetë. Post-komunizmi, shoqërisit tonët, që s'ka në i lidhje organike me demokracinë, që s'ka në i tradit demokratike, atje i bjen dorë të një autokrati, i jive dhe ka i qap buk, me thonë drejten, kanë shansin me hik, me qfry këtë punë, atje edhe qëndronti. Qëndron qeveris gjithë një më pak njerës, shpërndan gjithë një më shumë pare në formë klienteliste, bëhet gjithë një më shumë propagandë me para, atje edhe s'ka alternativ nga krau tjetër. Pra pëtë, mërti mora me radhër, mora këto kushtet që këto janë objektive edhe subjekt, këto nuk lëvizit. A i shansi janë që nga palja tjetër dalin ca njerës mirë, është gjithmonë. është nesër mjesaj, ke porta, po nuk i ndryshon këto. Ta thash, por, gjithsesi, po t'i marrë me radhë këto faktor, se këto janë struktural, dhe këto janë të rrezikshëm, se nuk thehen më. Se që do dalin nga krau tjetër, do dalin i grush të rishë, njerës tjerë me ide. Tani është përpjekur opozita t'i japi alternativa, ishe zoti Basha, ndoshta do t'jetë zoti Saliani. Ora, po të theme, zoti Basha ju afro, aty Afrike, për ca marrina, po të zotit Basha vetë dhe tjerëve, që u dol nga zgjedhjet lokale, u dol nga parlamenti, u humë besimin ndërkombëtarëve, u dol nga zgjedhjet lokale dhe u humën vota lokale, se për 30.000 vota humën zgjedhjet. Mirë po të shemi ma me 30.000 vota. Ta shi kemi shku diferencë shumë e madhe. Dhe në vend që ulesh a i, ulemi ne, dhe këtu duhet të reflektoj të shimë brenda harkut opozitarë. Qëfar po bëhet? Pse ndodh kjo punë? Kush janë faktorët? Andaj po thëmë ty, që e keqe më e madhe kësaj punë është qeveria socialiste, Edi Rama, kjo kleptokratur që është ngrejt, këtë se diskutojmë ne. Po do diskutojmë si do dalim nga kjo situatë. Dhe në qovë se për ditë në thonë, ne kemi sot se ka dalë kjo, edhe ju folni për ligjin, folni për kushtetutëm. Për ligjin zgjedhor do flasëm gjithë një. Për kushtetutën e Shqipënisë që e kanë dhunu këto dy njerëz në 2008. Sepse këto janë gjërat që e majnë të keqen në mënyrë permanente në Shqipëri. Se nga këto hajdutët, hik njëri vjatë tjetër, do ketë gjithmonë Shqipëria, se ka dhe në botë. Po ka shpresë në botë.
Dërsa ky lloj binomi ka thyer shpresën. E kjo është e gjithë. Atje. Dhe Saqi sot i duket alternativë dhe Saljani, s'kam ndonjë simpati të madhe, hiç fare. Me thënë drejt, duket produkt i këtij grupi, e kësaj moshe, e këtij mentaliteti. Por ama ka marrë guximin. Po ka marrë guximin. Le ta lejmë, dalin, flasin. Unë uroj që përtej Saljanit, dalin Saljan tjerë, më të fisëm. Më qytetar, më të kulturum, më të ndershëm. Se ka dhe plot tjerë atje. Po jo t'i thymë në dhunën e frykës. Atje, kjo është e gjitha. Këtë temën, këtë duhet bëj ajo opozita e madhë. Shqiroj forcat që kanë brenda vetës. Jo t'i dhunoj. Edhe po temën, e thashët e mendimin tim për atë Saljanit. Më tepër si njofën këto, se këto janë fëmijët e mi në këtë fushë. Por, e thash, po dela i, le dali, shqyqyrë që po dali. A dolen këto, lapa i qërishin këto, dhe mblodhen i grush votash, të regun që pas ka njerës pra që mendojnë ndrysh. A ka dalë ky shejaj, duhet vazhdoj, të rezistoj për idet e veta. Unë se kam bon këtë mundësi, jam jashtë parlamentit, për kaj sa e kam për të angazhu një jetën publike dhe a bëjmë. Pra ndaj për bëjmë një takim sot, për mundohemi të mbledhim gjithë, për qëfar? Për ndarjen territorial, për linjën për administratën lokale, atje për zgjedhjet, por linjë për zgjedhjet politike. Çfarë janë këto? Teza, alternativa, ide që mund zbatohet. Atje. Tashi për zgjedhjet lokale, i pat to zgjedhjet e fundit që u bën, nuk është se kishin një rëndësi të madhe, se ato ishin parashikume si do ndoshta përpara. Po 5. Po një sinjal e dha me 10% votuesve. A mund bëhet njëri kryetar? Ka moral për të bërë kryetar? S'ka. Atëherë ne themi, hajde ta kthejmë zgjedhje me 2 raunde, si që ka gjithë bota. Një kryetar bashkie duhet ketë 50+1 të rezidentëve të zonës vetë, nuk po them të listës gjithë, por të rezidentëve që banet e parapunë. E dyta punës po qenë zgjedhjet vetëm me një mandat. Çfarë ndodh me një mandat? Që po ndodh të shekeni, pa debatin për Tiranën, hik ti se i prish punktit, po çdo më thënë, po demokraci s'ka këshuar. Demokraci në raund parë provohen gjithë, ku është pesha elektorale se cilit grup. Në raund 2 ngelin 2 vetë. Edhe atëherë hapet politika dhe dialektika politike, negociohet ku do t'ja japim votat, është ky më i mirë, ose i më. Edhe rivotohet. Ja ku e bëri Prishtina. A bëri Prishtina me 2 raunde. Edhe fitoi ai që në një farë mënyrë ishte i partisë në opozitë, jo në pushtet. Nuk po flasim për debate mes kandidatëve në një debat televiziv. Jo, debati i përgjithshëm njerë publik, ta thash, me 2 raunde. Këtë mendojmë ne, që të rikthehet një pjesë e demokracisë për zgjedhjet lokale. Pastaj për zgjedhjet politike, sigurisht që mendojmë që Shqipëria do bëjë një kolegj elektoral i vetëm, një listë proporcional kombëtar. Ç'është ky vend që është bërë 2 milion banor, 1.2 milion votues ka, 12 kolegje. Ç'është kjo? Kina është këtu, India, këtu ne kaq jemi. Bën një listë atje proporcional kombëtar, vedhe zona majoritare po deshe, korrektoj, ishte ligj i vjetër për Bullgari, zvogloj numrin e deputetëve, kanë gjithë shans të rritet vjetrit, partitë e mëdha e partitë e vogla. Kush e ka heq pushtetin partive të mëdha? Po këto e kanë heq me ligj që do hymë vetëm ne edhe ju tjerët jo. E dyta procesin elektoral, si do kontrollojmë? Hala me komisioner partije, me partije. Bëti trupe specializuar atje, kupto. I trup civile, jashtë partive të vejnë vëzhgus, numërojmë elektronik, edhe mbyllët debati për zgjedhjet. Se më shumë në handë punë administrimi zgjedhor, debati për vjedhje pa vjedhje, se sa esenca e zgjedhjeve. Esenca e zgjedhjeve është politike, që programi këti, qërë njerëzish këti, qëfar rezultati do dali nga kjo gjë. Ndërsa këtu konsumohet e gjitha për qarkë sajtë, kuptoti, garnityrës. Që ne na i vjedh votat, jo kishim komisioner, jo hap këtu, ju numërun, su numërun, jo kutia, stër kutia. Vera atje elektronike, duhen hargju miliona, se kushto ka shumë. Po që kushto, a i akshi pak që e shefti, vit për vit i ka marrë 20-50 milion, që e ka fru Shqipëri. Legjë fundi, që se u dash, kam për Shqipërinë e vogël, ma u hargju një 30 milion, gjdo 4 vjetë. 20 milion, që të keti demokraci më të qëndrushme, po halala ato leke.
Të thashë, ne këtu përgjuhën të qëfti me rrugë mund t'jem vjedhë 50 milion, 100 milion. Kjo është katarrot demokracinë, kjo është shpenzimi për këtë punë. Kjo është një justifikim i kotë për të majtë monopolin, bi zgjedhjet, bi politikën shqiptare. 2 persona, jo 2 partierë, se po t'ishin parti demokratike që debatohesh brenda. Allah leta mani. Fakti që votoi diaspora është një shenjë e hapjes. Pozitive është. Pozitive është, po e pa mjaftueshme, se edhe numrat që votoni janë pak, edhe dyshimi mbi votimin është shumë. Por gjithsesi u bë një hap përpara. U bë një hap që unë uroj të luaj një rol gjithnjë më të madh në zgjedhjet e Shqipërisë, po nuk është se këtë rallë zgjodhi gjë, edhe diaspora për inerci shkoi ra në të njëjtën përqindje që ishte zgjedhjet e mbrojtshme. Se shkoj po e njëta, si me thëmë, politika e Shqipërisë u transferua atje në diaspora. Kush ka më shumë pare me bërë miting, atje kush tund më shumë flamur në për sallat e Europës, kush e transmeton atë për Shqipëni që tremi kundërshtarët, që shy sa ishim ne në Strasburg, shy sa u mblodhëm Birmingham, se që është thënë atje, se që halli transmetojnë atë për Shqipërinë, as kërkush is more vegjë. Po qërë, kjo të regoj kapacitetin organizativ partive, që po ta përkthesh Shqip, i thonë sa pare kishin. Kaq. Zoti Sheni, këtë takimi e ditës sotme, mendoni se do ta unifikoni le temi një... Ja, më bjerë, kjo është një tentativ, kjo është një tezë e hapur për diskutim. Po t'ishte ka që kollajt që unifikohen shqiptarët me një mbledhje, kishim mes për para. Por kjo është një detyrim për demokracinë, për ato që kanë mendimet për bashka, letë afrojnë mendimet tjera, nga këto që afroj unë e kolegët e mi, s'ka si gjëtë keqë nga këlloj debat. Edhe po deshen nga tavolina sot me të vazhdojnë ditë në hëngë këtë tavolina demonstratës, asi gjëtë keqë, s'ka dhe kjo punë. Unë nuk paregjykoj asë një armë demokraci për të mëritë rezultatin. Përsa ko është brenda kufive, limiteve të demokracisë. Por që të bëjmë, që të harrojmë gjërat e mëdha, gjërat e rëndësishme, se mbrëm pas ka ndodhë një gjë, pse do ndodhi prap nesër, pas nesër. Pse s'ka më entuziazm për qark protestës. Sepse i ke bërë ka shumër, i ke bërë për halë që s'kanë qenë të Shqipërisë, edhe s'përgjigjet më njerëz. Kjo është gjithë, nuk ka se ka një sekret matë. Do mbledhësh në formë organizative, aktivistët, militantët, nuk mjaftojnë për të thyrë regjimit. E rëzondët qeveria me protest? Nuk rëzohet qeveria me militantët. Qeveria rëzohet me populatë, shef këtë qytet e madhë. Një ditë dali këmë rrugë. 100.000 qytetarë, pas fludëroj veta i e drama me gjithë. Zoti Shej, Flori kishte një merak kur nisën programin dhe më kërkoj që t'ja rikujtoja videon që u bë virale në rrjetet sociale Endri Shabanit, i cili përshëndeti deputetët e opozitës. Si keni parë, ishte një reagim sfidues? Me thonë drejtën të shi, a i mund të quj vetën fitimtar në këtë punë, që këtyre i mora firmën, këtyre i mora votën, këtyre i them falim nebë. Unë s'doja kisha sugjeru. Se një njeri që shkon për avokat popullit, duhet ketë njerë, si me thënë, respektin për popullin, për gjithë palët, edhe në qofë se i pjesë mund të ketë ofendu, do mylli një sy e do largohet. Po ka zgjedhur rrogën, se rroga avokatit të popullit është një ndër më të lartat. Në qofë se e ka bërë këtë punë për rrogë, mund të kisha thënë, kapte një zanat tjetë, ka dhe zanat e tjere që fitojnë më shumë. Thotë jeja, se sa rroga avokatit popullit. Ta thash për mu ka vepru gabim për teja sa që s'kam zgjedh. Edhe mënyra si e zgjedh për mu prap ka qene gabume. A i sigurisht mund tjetë ma i zoti se sa ato që ishin listat. Me thënë drejtës, që mungon as arsimi, as artikulimi. Por kjo është i gabim politiki gjithë palqë. Avokati popullit nuk bëhet një në punës i ri, i vogël, i pa provum. O kështu kanë qenë dhe këto për para, se ka njof njeri avokat në popull. Dhe më thënë, kjo do njifet ma shumë për mënyrën se si o zgjedh, se sa për atë që do bëj. Se dhe ato që kanë qenë për para, si ka njof njeri fare. Qofë që atë ju pyjë s'kotë se kush ka qenë, besoj si. Kush ka qenë i fundit? Kush ka qenë i fundit. Pra ndaj për them, avokati i popullit, po kjo është skem defektoze demokracisë shqiptare. Që gjdo parti ndanë ca postë, ca punë, pasaj zjem për këtë gjë. Avokati i popullit zgjedhet një
jurist i vjetër, një gjykatës i vjetër, kuptoni një lloj babloku që do marri përsipër që ka kurajën të bi dyrëve të qeverisë, sepse e ka pa qeverit në shtëpinë, e ka një jetë, kuptoni, këtë bën përvojë. Avokati i popullit nuk është një në punës, ka 30-40 vjeç. Ato të shkojnë bëjnë IT-n, po si ai duhet i ri ai IT. I shkathët. I shkathët, kuptoni, po jo avokati i popullit. Si e përplas me qeverit, se ke vujt këtë situatë, s'ke mbrojt në përgjygje, me vite, interesa komunitetesh, grupesh, nuk e bën. Do të që ju unë i uroj punë të mbarë atit, po atë gjesin e squtësis, ai nuk është shumë, nuk ka shumë qytetarim brënda në atë gjest. Faleminderit shumë që ishit live në mëngjes. Faleminderit. Është kënaqësi biseda me ju.